Zhvillimi ekonomik në Kosovë gjatë 4 viteve të mandatit të plotë të qeverisë Kurti dhe 2 vite të qeverive të ndryshme, një gjatë periudhës për cilëm edhe ishim subjekti i blokadës nga ana e opozitës, ne arritëm që të bëjmë një rritje prej 6.77 miliard euro rritje ekonomike të bruto produktit vendor, nga 7.05 miliard që e gjetëm në vitin 2019, edhe rritëm deri në 10.3 miliard dhe pastaj në 11 miliard gjatë vitit 2025. Kjo nënkuptoj një 46% rritje krahasuar me para se me marë, pasi marëm dhe filluam qeverisjen e këtij vendit. Dhe kjo është indikatori kryesor i rritjes së ekonomisë. Sa i përket punësimit, ne e gjetëm me rreth 350.000 të punësuar, ndërsa tani vlerat në fund të vitit 2025 janë diku rreth 430.000. Në aspektin e nivelit të papunësisë, ne ram nga 22.85% që gjetëm para ardhes në pushtet, dhe tani jemi diku rreth 10.8%. Kështu, gjatë kësaj qeverisje, disa ndër projektet për cilat ndikuam drejt për drejt në ekonomi, është projekti i superpunës, nëpërmjet të cilit rreth 20.000 të ri u punësuan dhe u subvencionuan nga shteti për me rrogë për 3 muaj, ku afro 49% të tyre vetëm vazhduan punën. Do të thotë patëm një ndikim kumulativ në numrin e të punësuarëve në nivel të vendit 10.000 vetë, me një investim minimal disa milionësh në tregun e punës. Atë ne e realizuam duke e involvuar edhe sektorin privat dhe duke involvuar dhe duke i targetuar dhe të rinjët e moshës nga 18 deri në 29 vjeçar. Gjatë kësaj periudhe ne bënëm edhe rritjen e pagës minimale, do të të gjetëm në 130, 170, pastaj vazhduam në 250, tani në 350, tani 425 deri në fund të qershorit dhe prej një korriket filloj me pagën minimale prej 500 eurove. Gjatë kësaj periudhe vlen të cekët se po ashtu edhe në sektorin publik ne i rritëm rrogat në nivelin e përgjithshëm, do të thotë patëm një rritje të rrogave për 47% të sektorit publik, do të thotë punëtorët në administratën publike. Kështu, sa i përket një indikator tjetër rreth shëndetit të ekonomisë gjatë kësaj periudhe, duhet ta cekim edhe qarkullimin e bizneseve që ka qenë para marrjes së qeverisë Kurti dhe pas tani gjatë qeverisjes tonë, do të thotë ne gjetëm sektori privat, do të thotë pati një qarkullim, si të themi, total, rreth 12.5 miliard, ndërsa tani ka rreth 22.6 miliard. Kjo i bjen dikun rritje rreth 80% të qarkullimit biznesor tek sektori privat. Një pyetje të vogël për t'i zbërthyer disa gjëra, pastaj po javë mundësinë për replik. Cilat janë ato veprime që ju i konsideroni si stimulant që përmende indikatorin e parë rritjen e bruto produktit, nëse që ka rritur bruto produkti sipas shifrave, cilat janë veprimet e juaja konkrete që kanë nxitur rritjen e bruto produktit? Dhe e dyta, thatë që me superpunën keni hapur 20.000 vende të reja të punës. 20.000 përfitues, 10.000 nga të cilët vazhduan punën edhe pas subvencionimit që janë vende të reja të punës apo është formalizimi i tregut të punës? Këto dy janë asqara dhe po vazhdojmë debatin. E para, veprimet konkrete që ju i konsideroni merit e juaja që ka rrit bruto produkti vendor. Do thotë, sa i përket çështjes së superpunës, ato janë ndikime, do thotë, konkrete për cilat bizneset, ne kemi marrur edhe komente dhe kemi marrur falënderime nga bizneset, mirë po dhe nga të rinjt që kanë qenë përfitues. Ata kryesisht kanë qenë përfitues për herë të parë, që do të thotë që të gjithë kanë hyrë në treg të punës. Ka një analizë, a kanë mbetur ata në treg të punës? Ka analizë dhe 47% për i tyre. Do të thotë ka qenë një analizë e migrimit të punësimit të atyre personave dhe dikun ka një konstatim që rreth 47% të tyre kanë mbetur vetëm në vend pune. Do të kanë vazhduar punën në ato kompani private nëpërmjet të cilit janë punësuar. Mirë po të vlen të cekët po ashtu që përfituesit e kësaj skeme mbështetëse nga qeveria ka qenë 50% femra dhe 50% mashkuj. Do të thotë pa kur far akti afirmativ për të ndikuar, për shembull, për të përfshirë femrat më shumë në tregun e punës. Veprimet të cilat i kanë marrë janë veprimet të cilat kanë ndikuar negativisht në aspektin ekonomik.
janë veprime cilat janë të rreziku ekonominë, e sidomos në sektorin privat bizneset, cilat operojnë me vështërsi dhe plot prej tyne kanë probleme serioze në funksionalizimin apo vazhdimin e punës, sidomos kompanit cilat janë prodhuese në vendin tonë për shkak të masave cilat i kanë marrë ndëshkuese, po flas ndaj tyre edhe në aspektin ligjor, dhe qëllimi ka qenë shantazhimi, kërcënimi dhe bllokimi i kryesisht bizneseve prodhuese të vendit tonë, sidomos përmes kalimit në tregun e lirë të energjisë, e ku dihet që secila fabrikë, secili prodhues i madh vendor, shpenzimin kryesor, koston kryesore e ka në shpenzimin e energjisë. Vetëm një rast, një vizitë që isha para 2 ditë në Kaçanik, 2 kompani prodhuese kanë largu 250 punëtorë për shkak të pamundësisë me vazhdu prodhimet e tyre për shkak të kostës të energjisë. Çështja e cilat flet për çështjen e rritjes pagës, unë si deputet kam kërkuar që në vitin 2022 të rritet paga dhe jo të pritet fushata zgjedhore dhe jo që marrin vendime mas i largohen mbi 250.000 njerëz nga vendi dhe kur e shohin ramin e tyre elektorale, sidomos në zgjedhjet e shkurtër të vitit 2025, ku humben mbi 10 deputet, ta marrin veprime të cilat pastaj nuk kanë asnjë lloj efekti në ruajtjen edhe të mirëqenies, edhe ndaljen e fuqisë punëtore në vendin tonë. As një mas, as lehtësuese, as mbështetëse për ekonominë e vendit deri sot nuk i kanë marrë. Gjitha masat, cilat janë masa kryesisht që, po e them edhe një herë në thojsa përmes akteve ligjore e nënligjore shantazhojnë. Kom kërkuar mi u hek mirëmbajtja orga fiskale qysh në vitin 2022, u dash tash me i bu presion një javë në kuvend çdo ditë ministrit e Kuran Murati derisa e largoi. Kom kërkuar me u ardh ligji për tregtinë e mbrëmshme, i cili ndikon direkt në çmimet që sot qytetarët paguajnë shumë fish për shkak që mënyra e rregulluar, sidomos e rrjeteve të marketeve, është haraç që ju vendoset secili prodhues dhe secili distribues. Kretë çka kanë bërë këta janë marrë me politika, me vendime populiste, cilat i kanë marrë në kohë fushate. Nëse e shef ti, domethënë veprimet që këta i kanë marrë gjatë gjithë periudhës, kanë pushuar 3 vjet në fushatë zgjedhore, kanë marrë vendime. Mas, domethënë tash dje ose po i bjen para 2 dite, merr vendim 2 milion euro me subvencionu. Për këto masat pak kohë ndihmës do të flasim, por parametrat më në vija të trasha dhe themi këto që prezantoi zoti Gashi, rritja e bruto produktit, rritja e pagës minimale, rritja e pagave në sektorin publik, krejt këto a shihni se kanë prodhuar ndonjë efekt në ekonominë tonë? Absolutisht asnjë lloj efekti për shkak që janë të vonuara dhe nuk janë të strukturuara në mënyrën si duhet. Domethënë, nëse e shohim, po flet kjo edhe për rritjes së qarkullimit të bizneseve private. Fitimin, bankat nga 70 milion euro kanë 180 milion euro në vitin 2024, për vitin 2025 ende nuk janë raportuar statistika sa kanë fituar bankat. Domethënë kanë ndikuar në mbyllje të ekonomive familjare, bizneseve të vogla, domethënë edhe është fokusuar te disa korporata që këta i quajnë oligark, e në fakt këta veç për ata kanë punu. Ditë edhe natë, secili mekanizëm, i tyne ju ka shërby kompanive të mëdha dhe janë angazhuar që ato me rritë dhe me maksimizu fitimin. Ja jep 100 euro një pensionistit, 20 euro, 30 euro një fëmijës, edhe në anën tjetër jep 100 miliona bankave përmes mekanizmave që këta i kanë marrë edhe që kanë ndikuar me minimalisht me trefishu fitimin edhe bankat, po edhe kompanitë, korporatat, cilat këta i kanë qut oligarkë edhe mënyrën që ju kanë vepru, edhe që ju thirrën si të majt e që ndikojnë në një shpërndarje ose kryesisht mbrojtje të atij që është i vogël dhe jo ai që është i madh, efektet, punën cilën e kanë bërë deri sot kanë bërë kundër qytetarit, kundër atina që ka pak dhe në favor edhe në llogaritë të atina që ka shumë. Unë isha nicë me një thënie që ekonomistat shpjegojnë që në financa numrat ose shpërfaqen prodhim, tregojnë sukses, ose shpërfaqen dështim, e që kretë të numra që i një gumë janë të shpërfaqen në Kosovë një dështim, një politikë që nuk është rindune në tregun, një buxhet që është i shpërndarë në mënyrë jo racionale. Ta zëmë shembull, për 5 vite nuk kem asnjë investim strategjik, asnjë kompani e madhe në Kosovë nuk është ardhur me investu miliona euro, për shkak të pasigurisë, për shkak që një qeveri që tregon në vazhdimsi që prodhon kriza,
po ashtu edhe për shkak që kem të lashën me ligjin për investime strategjike. Njëkohësisht orientimi i buxhetit të shtetit është i orientuar te kategoritë sociale që automatikisht është mirë nëse shkojmë të mos i cenu kategori tjera. Ne e dim që buxheti i shtetit është i nalën për investime kapitale. Komunat dhe niveli qendror janë të pas probleme. Komunat për niveli qendror i kanë nalë investimet kapitale dhe investimet kapitale shpërfaqen ose tregojnë që mundet me pas punësim një ekonomi konsumuese e cila dikon rreth 90% e paras tonë kalon në vendet rajonit apo edhe në botë, ndërsa prodhimi është ndalë. Kështu që në këto pjesë, edhe nëse folim për raporte që u diskutu këtu për GDP-n, le ta marrim GDP-n e vitit 2019 dhe ta shohim për kokë banjore sa ka shku në vitin 2025. Është dalë raporti edhe i Bankës Botërore që tregon nivelin e varfërisë, po mos të harrojmë që gjatë kësaj periudhe kohore për 4 vite, 5 vite, njeve nga ka nik edhe rreth 250.000 fuqi punëtore në vendet e diasporës. Unë që djetë publikisht, njoni për i themelusëve të vendosës, e i vetëmi financusi pari vetë vendosës. Nuk jam peshman, se kom një mu themelu vetë vendosja, e kom ditë që nuk ka me kone për kryme. Po kur, ama kur, nuk kësha menu se vetë vendosja, për të thënë unë e kësha dhonë jetën, kryon kësi politikash. Qëka dhe më thonë kjo? Një politike mirë fillt, e një qeverijet mirë fillt, i bën gjitha masat, para masat, vendimet legale, parlamentin, ligjet, për mi forcu klasën e mesme. Shtetin, shoqërinë e manë klasa mesme. Nuk e majnë as kapitalist, ata kontribojnë, po nuk janë klasa mesme, janë sukur armaturat kërë ndërton objektin, kërë kush nuk i sheh. Po mos më konë që ato armatura objekti sheme. Sa shqit klasë mesme në Kosovë? Është në zhdukje. Është spesje në zhdukje. Të i falimindru vetë vendosës ti me dashër. Këta, krejt politikat i kanë orientu, me ose pa vedio në mendoj me vedije, se kur gjithë që shkanë në dëmë përmem, regjimet diktatoriale e bojnë këtë punë. E koncentrojnë kapitalin, që është ka bojnë në Amerikë? Koncentrohet kapitali të tregtarët e mëdhajt, të bankat, të tregtarët e rrymës, të oligarkët që na i luftojshim me delshim u në përruna një këshin zhag, e ta rrinë me ta në atë ditë, e ju kryojnë subvencione. Krejt politikat që i ka bove të vendosja, edhe shifrat kalzojnë që i ka shku drejt qësaj ndarje. Amerika ka një qeveri të djathtë aktualisht. Po këta e në ka bëjnë ma djathtë. Këta e kanë rritë masën e ullë, popullësisë, që mja u blej votat ma lirë. Si vjetën nga i blej ka i qenë, mas 4 vjetë i blej 20. Se vorfnohën gjinja. Rritët depresioni, rritën nevojat. Sa ma shumë njerëz të vorfën ka, qash ma kollaja u blejnë votat. Klasë mesme, as nuk mund është mi oblej votat, as nuk mund është mi manipulu, as nuk mund është mi kërcnu. Klasën e lartë, edhe klasën e ullë tja u bënë gjitha këto. Edhe i plenë, edhe i kërcnan, edhe i manipulan, edhe i keqpërdorë qështë dushti. është shumë më rëndësi. Unë e du një Kosovë, ku klasa mesme bënë shumicën. Shteti du të me punu. Mu si biznismen, mos me më pengun në punë, me kryu kretë infrastrukturën ligjore që unë me punu. Po me më arrit taksën, me më arrit, unë me dhonë ma shumë, shumë ma shumë. E njerës të vorfën, mos mi dhonë pare falë, nuk jam kundër pare falë, po mi dhonë mundësit me i trajnu, me i përgadit, me i shkollu, që ata vetë më ngrit, me punën e vetë, jo me punën teme. Njerës, klasa e ullë financiarisht Kosovë. Shoqënia do të me punu pe meje, që jam kapitalist, e pe kryeministrit, se s'di shka është, sa saj se vden, e dejtë gjithë shoqënia që qëtë pjesë me ngrit pe nivellit ku është, jo me majtë nivel ku është. Shifrat kalzojnë që shpo thëmune. Unë e para se më përfundu e kam një pyetje për Kur'an e po të emë, në po? Një pyetje të thjeshtë, nuk është provokative, për zotën jo, se s'baj pyetje provokative. Pe kryeministrit, e gjithë ministrat që janë, edhe zavën të kryeministrit, që janë me detyra në funksione të ekonomisë.
A është njoni pej tyne që i ka dhonë dikuj rrogë me paret veta, jo me të mija, se me të mija të di që ju kanë dhonë. Njoni pej tyne që një det të bukur, o që u edhe ju ka dhonë rrogë dikuj pej qepit vetë. Të mos ndërhyjmë, është hera fundit që ndërhyjnë. Sa e kuptova, kolegun është pyetja, a ka menaxhu diçka? Edhe të lutem, po e konfirmon ato që thash. Biznesin ju shihni armik këtij vendi. Nuk mundesh me diskutu për biznes. Ne shohim armik këtij vendi. E kryejmë gjykatën komerciale. Të lutem. A din që një prej bazave kryesore të zhvillimit të biznesit është shteti i së drejtës. A do mi ul tonin me bë kundërshtar, jo Almiq. Se këtu s'kem Almiq. Ne jemi kundërshtar. Nuk kemi Almiq. Unë më kësho Almiqsi. Janë kundërshtar. Kur jam ka flas du më ndërhyj se nuk ndërhyj asnjëherë. Kur jam të fol du më ndërhyj se nuk ndërhyj asnjëherë dhe nuk lejo më ndërhyj. Ta them shumë sinqerisht se po në rregull mirë, po deklaratat që i ke të pavërteta, nuk janë të vërtetë, nuk qëndrojnë. Unë nuk pajtohem me to, jo që s'pajtohem unë. Mirë, po vullneti i popullit nuk pajtohet me ato deklarata. Më duhet të replikoj te kjo çështje me shpjegu edhe pastaj mundesh me repliku edhe te çështje tjera. Okej. Nuk mund kur të pyet për a është dikush që ka punu si menaxher, ka menaxhu një kompani, nuk mundesh me çujt edhe me na kthy në diskursin se ju po mendoni veç biznesmenat në aspektin se ku ka dikush biznesmen edhe marr me udhëheq me vendin. Kush jep rroga në sektorin privat? Mos ndërhyjmë, është hera fundit që ndërhyjnë. Dëgjoj, se jam të fol edhe me qytetarët. Edhe kanë nevojë me dëgjuar edhe ty edhe rroga në sektorin privat. Nuk je kur ta përfundoj, bëni pyetje çka ke kundër meje edhe je në rregull. Nuk do më ndërprej asnjë mënyrë. Po lejon mua me të repliku në pyetjet në deklaratat që i dha më herët. Cilat ishin të tregoj moderatorja, unë po ndërhyj në pyetjen të lënë boni Florini. Edhe pastaj ti vazhdon replikat, edhe me kalimin e fjalës nga moderatorja po flason. Ti e din shumë mirë ku kam punu, edhe ka prej aty po nuk po don me e përmend. Unë po ta përmendin jo, që e di edhe që një, edhe që më sa di je pjesë, ke qenë pjesë pikërisht e asaj ministrie. A punon në Ministrinë e Financave? Jam pjesë e Ministrisë e Financave, po. Hekuran Murati ka qenë një drejtor i financave me një kompani cilën ti e din mirë edhe kone ka pas pronor, po ti nuk guxon me përmend këtu. A guxon ti? Absolutisht po, ka qenë në Ekspres Temperat Buzhala, ka qenë drejtor i financave, ka qenë. Hekuran Murati është një ekspert i financave. Absolutisht. Ai ka qenë një punëtor i zellshëm në sektorin privat, mirë po ato nuk e bën të pavlefshëm për më shërbysat për ministër të financave. Unë nuk po e them. Ai është një prej personave që goditet më së shumti prej aty në kompanive mediale që ti i fret. Si e shpjegon atë? Kështu që të lutem, mos dalim, mos të reduktojmë diskutimin në atë nivel. Nuk jem të reduktu diskutimin. Thjesht, paraqite ato cilën është një edhe ka pos paraqitjet mirë, kur ka qenë në gazetën Ekspres, drejtori financave, ka ja poga, ka qenë ka punu në kompaninë të ka qenë aksionar Berat Buzhala. Mëse e fshirë so. Pse po debatojmë pa lidhje? Të privati përmendi, një kontratën në shkruar për shtimin e resurseve energjetike. Është projekt i filluar. Unë e di, uër në Saradani se kanë marrë, uër këm po, regullësht. Alila i buxhetit për kapitale. Veç lutem, veç pak. Sa i përket pjesës e investimit. A mundë me marrë përgjigje, a mundë? Po, jemi fushat zgjidhore. Projekti ma i madh privat edhe projekti ma i madh publik që ju ka presh i riti. Nuk mundesh me marrë se s'është asnjë. Shumë të vogla që e ka ndrejsh jetën e qytetarëve. Ta ka ndrejsh jetën ty që vozitesh me vetur zyrtare. Kia sistem. Vozitna me vetur zyrtare. Nuk e di çfarë pozite ka ministri. Vetëm për udhëtime zyrtare. Unë akumulativisht kom vozit as 100 kilometra gjatë vozitës time. Akuzoj çfarë pozite kin ministri Jam drejtor i politikave ekonomike në Ministrinë e Financave. Shumë mirë. Ju kom bashkangjit para 8 muaj. Shumë mirë, para 3 muash. Për çfarë nuk e ka sa? 8 muaj. Për çfarë ka nik shifra? Për çfarë ka nik shifra? Që kjo më interesoj. Po du më unal tek investimet kapitale. Në totalin e buxhetit që përmend shifrën 7-9%, kontribuojnë mas shumë të komunat. Për shkak që komunat, secila komunë shkon në 95, 97, rasti konkret Gjakova 98% e shpenzimeve kapitale. Ndërsa niveli qendror as 40% se ka. Po janë dy dukuri tjera që duhet me shpjegu edhe me na jep informata zotni janë fjalë. Përveç se miratohet buxheti i shtetit në vet fiskal në fillim, këta edhe i hekin investimin kapitale, e zbuglojnë tavanin edhe i shpërndajnë do pako që i kanë në fund vitit apo në kohë zgjedhjeve.
pjesa e projekteve që për lyp Florini, mësë lypse nuk mundët me nuk gjinët. Në 2019, falem i moza, me ligjin e budgetit, me ligjin e ndarjeve budgetore, me ligjin e financa publike, me ligjin e prokurimit, gjdo projekt, qoft 100 milion, qoft 50 milion, qoft 200 milion, planifikuar për 3 vjetë. Këta aludojnë që kontratat që kënë të këshia, pëse se shkpute me bua petë, e ki rastin rrugës, Gjakov, veç pak, veç lutëm, e shajnë të boju, as dvjen, a në është keq, po e ki shkput kontra globalin, pse i ka ngullesh? E ki shkput kontra globalin ti, që e ki hup mjetët 25 milion euro. Ata morin një projekt, ata morin një shembull konkret, rrugën Gjakov-Dolc, që është 6 vjetë e keni, është njësë, që 6 vjetë, a din që ka pasu dhe vdekja aty, a din që investimit kapitali janë edhe siguri, jo veç mirëqenje, jo veç zhvillim. Gjakov-Dolc, ti i arë në Shaninosh, mirë si i arë, dhe ki pa ndryshimin Gjakov, a ki vrejt ndryshimin, të punu. Qyrë bre nuk ju vjen marrë 6 vjetë mësë më ujtë me e kry rrugën Gjakov-Dolc. Me kacinje, me të rakopë. Branda Gjakovës, Gjakov-Dolc, po ne të punu jenë, të e kry tranzitin si vjetë, edhe të pjesa budgetit. Cilën, ku, 6 vjeta? 6 vjeta, e ki pa rrugën, e ki pa një urë të meqë aty, një fshatë. Për 6 vjetë s'ki mujtë me ndajt një urë. A ke desh, apo nuk i ka dini? Tani, Rahmanit për fjallën, se po mundohen vërtet jem e barabart me gjithë, se jemi tash në fushat gjithë. A mo jenë krejt projekte në vazhdimësi që i kanalë, të një normal që s'delas një projekt. Japim hapsir veç për krejt i kini nalë. marë formë më të madhe. Urna Rahmanit 6 vite. Përveç punës, investimet kapitale, vetëm i këtu. përveç që s'kan bo në investime kapitale, edhe ato pak cilat janë bo, nuk janë të ju kry pagesat aty në operatorëve ekonomikë prej vjetorit të vitit kalum. Janë të i falimentu kompanit cilat merën me kryrën e këtë punëve. Dhe janë të i shantazhu. Këto janë shantaje direkte ndaj ato që tash në fillim e kom të argumentume. Është shantazh kër e krym punën, ai ka obligime. Ka obligime ndaj punëtorëve, ka obligime ndaj nën kontraktore, ka obligime ndaj furnizuesve, ndaj gjithë. Ai është në borxhe. I shantazhojnë për t'i mbështetur, çfarë? Po shkon e i merë porat në bankë, ndoshta i banka fiton. Absolutisht. Kalimi prej 70 milion fitim i bankës në 180 milion nuk është i rastishëm. Këtë kontraktorat marrin parë në bankë, bankat fitojnë. Këta nuk kanë asë një projekt, cilën edhe ja boni pyetje Florini dhe nuk u përgjigj, cilën e kanë fillu dhe kanë përfundu gjajti mandati madhor. Privatës e publik, veç me kallëzu bre, skem. Veç këtojna kanë shku dhe kanë bloku se cilën komunë, veç komunën e Prishtinës. Hajrulla Qeku, Hajkuran Murati. Si cili minister me konë me u angazhu, me punu diçka që është angazhuar me bloku Prishtinën, kishun po dritë këtë vend. Më thonë, unë nuk kuptoj pse është gjithë kjo angazhim me dëmtu vendin kështë. Edhe është i qëllimshëm, është strategjik, është aja që me bafnu qytetarin, me e pru në pozicion, ku qytetari, kërja ja 50 euro, me ju dok që ja ka shpëtu jetën. Besoj që kemi periudhë për me folë për çështjen e subvencioneve, për shkak që aty kom një punë të jashtëzakonshme që duhen me jap llogari edhe para qytetarëve dhe para mediave që kanë bërë. Po investimet kapitale, jo që s'kan investuar, po i kanë bloku gjitha komunat Kure vorëm në Qeverini patëm 141.6 milion euro fatura të papaguara tek furnitorët. Ndërsa, tani e kemi ullur këtë bërgjën e 33 milion euro. Kjo është edhën, jo, kjo është edhën publike. Aje ka i mërë që të dhonat në Kosovë. Aje të i morë dhonat në Kosovë. Aje këtë jam kusho këtë jam. Këto janë të dhëna zyrtari ndërum. Na nuk flasim, Jetu mashtru këtë, e para punës, nuk është e sakta e që këtu. Edhe kur flet për qasin dokumentet zyrtar, ka mbi 60 ditë që i kom drejtu kryeministit me të regu sa pare i kanë shpenzuar në naft, edhe çfarë makina është vozitin, edhe si deputet për ende s'kam përgjigje për krejt kabinetin qeveritar. Po, zote, mëse më shtin makina se dal meq. Investimin madh kapital, i kanë në blerjet makina për pozitat e tyne. Po, s'heke marë, nuk heke në kepë zëjitë, heke. Nuk heke njërë. A mund është më jepë shpjegim për rrugën Gjakov-Dolc? Protokolli
Për rrugën Gjakov Dalca, më nëshme më jepë shpjegim, la. Edhe atëherë konë protokoll. Për rrugën Gjakov Dalca, pse shkryet? Jemi konë protokoll. Për punësim pajtohen. Për një me, unë e këmë patash, më konë aktiv pejnë dhe vendosje, më konë edhe podherë si grupit pejs, kanë bo mrekulli. Toni kanë angazhu, Besnikin e kanë bo kryetar të bordit të ujrave, nga Niqin e kanë qu. Për një me kanë punë, edhe Balduskat janë shtinë punë. është shumë mirë, nuk jam kundër punësimit. Vëtë jam ajdani që e rreshin policia, këshin po shërë... Por tani ke një kritik tjetër se janë me nepotizëm janë punësuar. Punësimin du të mja pranu. Kanë shti shumë gjënë aktivista, kanë hek keq. Por perfekson nepotizmi, unë jam si akuz për... Kanë bo mirë, se një me hekshin keq. Na rreshin zhag, kanë vujt. Edhe këta i kanë shti, ata po Balduskat se ja kanë shti një ato. Apo din, na thëshim nepotizmi. Po PDK-ja si shkonë kur Gjonshka ishin konë ta. PDK-ja që e shajshim na në atë ditë, i shkonë lullë, po LDK-në mi qitë në balë, po këta nepotizmin, unë nuk kom pak si nepotizmin. Krejt aktivist që në metë në vendosin pej, kanë pozitat larta. Po pse të rejt dikush në demonstrate, si je patriot, e njeri mirë, nuk ta jap drejten, mu bo drejtori bordit, a shefit, kjo ka dalë për situatë, ka dalë për kontrolit. Këta nuk, faliminere si kini shtinë punë kanë hekesh. Unë im konë me ta, këti që konë aty, valla e në reshin, dishë më dara, njerë që në kanë barre, më fakon të aty shpjetit kishë shumë. Që kanë barre që... Për produkte. Dash, po e akuza...